Kostot për familjet me fëmijë janë rritur shumë më tepër se në familjet e tjera në vitin 2024, në raport me vitin 2023, sipas të dhënave nga anketa buxhetit të familjeve, shpenzimet mujore të familjeve me 2 të rritur me fëmijë pësuan në rritje vjetore me 14.7% në krahasim me vitin e kaluar. Një familje të tillë duan 106.000 lekë në muaj për të përballuar jetesën, përkundër 93.000 lekë në muaj që është mesatarja. Kjo tregon se familjet me fëmijë janë përballur me rritje të ndjeshme të kostove për ushqim, arsim, energji apo dhe për transport. Personat e vetëm kanë regjistruar një rritje shumë të lehtë të shpenzimeve mujore, ndërkohë personat e vetëm me fëmijë në varësi kanë pasur një shtesë më të ndjeshme me 8.3%, çka tregon se kjo kategori është goditur më shumë nga rritja e çmimeve dhe nevojat bazë për kujdesin e fëmijëve. Në anën tjetër, familje të më të mëdha me 3 ose më shumë të rritur pa fëmijë kanë shënuar rritje më të moderuar të shpenzimeve. Rritja e kostove të familjeve me fëmijë tregon presion më të lartë mbi familjet e mëdha dhe mund të reflektojë si efektet e inflacionit të brendshëm, ashtu dhe ndryshimet në çmimet e mallrave të konsumit bazë. Familjet me fëmijë janë më të ndjeshme ndaj ndryshimeve të çmimeve, kryesisht të ushqimeve.